Live from Tirana. Live from Tirana. Intervista. Në ditët e sotme është më mirë të jesh single apo në një marrëdhënie dashurie? Unë mendoj që single. Se ndan këtë mendim. Kështu e mendoj unë dhe mendoj që i ke gjërat më në vi. E dashur. Për të thënë Gjërat për e ty ti ke gjërat në vi. Kontrolluara. Po pse keni gjithë frikë nga kontrolli? Pse shihni në raportin e kontrollit? Por S'para kam frikë nga kontrolli, s'është një gjë që du të mu pas frikë. Ke frikë mos vdeq? Në më do nuk do vdeq. A mendon që meshkujt shqiptar të paktën duan të jenë kontrollues në një marrëdhënie dashurie? Çka i step vajzat, pastaj që të kenë dëshirë të jenë në një lidhje? Varet nga karakteri i mashkullit gjithmonë. Po mirë, nëse gjej një mashkull për shembull me një super karakter. Do ta pranoje? Dhe mendoja se di. Po t'jap një përgjigje. Pse do e mendoje? Nga cilat anë për shembull, çfarë ti e pasiguri? kam pasiguri, por do mendoja me vete një herë pastaj do e shifja si gjë. Karakteri i fortë. Po karakteri fort bëhet kontrollues pastaj. Jo në kuptim kontrollues, po tjetë diku me këmë tokë dhe karakteri fort me veten rrallë parë, pastaj. Edhe të ndjek karrierën apo të doj më shumë ty situate? Diku midis. Dale, prit një minutë. Atë mendoj që më mirë është të jesh single, të paktën për sa i përket, Më mirë mbaro periudhën e shkollës. ku di unë më mirë është të jesh single, ku di unë, Ku di unë? një fulla kodësh. Ja filla kodësh. Shkreti unë për ty. Po mirë, jo, e kuptoj. Të sensin logjik të gjës. Marrë shkollën, po ti. Me këto teori të komunizmit. Po. Gjej një punë të kesh në babaj. Po. Je në metro apo si në metro? Stabilizo. Prit se miku fare, Kisha shumë për... Ka problem. Ja filla kodësh. Më mirë single Apo në një lidhje. Në një lidhje, normal. Me mu mos o me. Ke dika që mund të rrish me ta, mund të shpresh, mund të kalosh kohën. mund që është hallet, mund t'jesh i Çdo gjë, lumtur. çdo gjë. Bravo djal. Pse single nuk të pëlqen jeta, je më i lirë, për shembull nuk të shkruan çdo sekond ajo që ku jetë, çfarë po bën, pse. To lezeti kur shkruan ajo se. A, e kemi qef, ë? Po, normal. Mirë, po Pse mendon ti që gocat shqiptare paktën ndërmjet tani ato që kam intervistuar unë, kanë thënë të gjitha më mirë single. mos gënjejnë mëra. Mos gënjejnë mora. Po varet mendimi i tyre. Mendimi i tyre, po për vetë unë një lidhje. Politikani matë më qënë ke zotrote. Ti tani si je, single apo në lidhje? Lidhje. A je në lidhje? A je lidhje? Që ki dashuruar më duket. Ja më dashuron po. I çik? Çfarë të ka bërë që ti jesh i dashuruar dhe ta shohësh botën më me ngjyra, paktën. Më pëlqen si karakter gosa, më treg shumë. Treg si njeri. Kur do kemi në një dasë, more, se më është ndryshuar shpirti. A jeti tipi kontrollues? Po. Për shembull që se lë të vesh në një gjë, Po. apo se lë të shkojnë në një vend me gocat. Jo. Po. Jo, me gosa dalje po me quna. Po ja pse më të ketë shok për shembull. Ka ndonjë problem? Ka ndonjë problem? Edhe me shok. Ja. Kam nevojë për një këshill. Po. Nuk di çfarë të bëj, të jem në një lidhje apo të vazhdoj të jem single. Do më japësh ti një këshill? Do më japësh ti një këshill? Ja. Ja. Si do më japësh këshill? Varet nga personi. Ashtu. Varet nga ti apo varet nga Unë personi jam përballë? single, po nëse do të vinte personi i dur, pse jo edhe në lidhje. Çfarë të ka lënë single? Nuk më ka lënë mua diçka single. Me mu mos o me. Kam zgjedhur të ri single. Si shikojnë raportet e dashurisë? Dhe çfarë i bën vajzat që të jenë single? Mos kanë frikë nga tradhtia? Edhe është shkak mentaliteti shqiptar sigurisht. Po vërtet? Çfarë do thot mentaliteti shqiptar për ty? Kontrollues, imponues dhe shohin femrën vetëm si objekt. Objekt në çfarë kuptimi? Që femra duhet t'i Ti plotsoj them tani. kushtet. Çfarë i do? Ç'të të them? Do të shkojnë ato vende që ai përkushtohet vetëm mashkullit që nëse është Mundësia për zgjedhje për shembull midis karrierës së saj dhe mashkullit, femra nuk do të kishte mundësi zgjedhje sepse do zgjidhte mashkullin e saj, ndërsa mashkulli edhe mund ta bënte. Fjalë të mençura na the. të zgjidhte karrierën dhe të linte femrën. E dashur. Ke parë ti raste për shembull që të Patjetër, karrierë? sigurisht. Faleminderit, u ngopëm. Në një lidhje. Më mirë se rikot po si në lidhje. Se rikon. Rikot, argëtohesh pak në kur jenë lidhje. Argëtohesh. Për shembull, çfarë bën ti që argëtohesh kur je i lidhur dhe çfarë nuk bën kur je single? Kur je single rrisi rrot. Je në metro apo si në metro? Kur je i lidhur Po kur je i lidhur, çfarë bën? çfarë s'bën? Ke me këtë shpresh, me këtë flasësh, me këtë dalësh. Kaq. Kaq.
Në ditët e sotme, më mirë në një lidhje apo Single. beqare? Hello darkness my old friend. E them plot bindje single. Them plot bindje single. Bravo! Të lumt! Pse e mendon këtë gjë? Sepse Dhe kam shumë bezi të kontrollohem nga dikush, të detyrohem të bëj diçka që dua ta bëj me dëshirën time dhe të tjerët më detyrojnë të mos ta bëj. për shembull, ty të ka ndodhur që të jesh në një raport dashurie dhe i dashuri yt mos ketë patur dëshirë që ti të shkoje në një festë me shoqën e tua dhe çfarë ke bërë? Qa bëra? Po ta blok. Bravo! Të lumt! Si shikon raportet e tjera tani në syrin e të qenurit single? Se di. Çfarë s'ta mbush mendjen që thua me? Nuk është më pëlqej. Nuk pëlqen. Ja. Për çfarë? Nuk do që të kesh për shembull një mbështetje, ta kesh edhe si shok, edhe si mik. Jo, ndoshta si shok po, por këto pjesët që të kontrollojë këto gjërat e tjera nuk. Ti ku e shikon më të madh problemin tek çiftet apo raportet e tyre? Tek kontrolli dhe mungesa e besimit? Po, shumë. Pse, ku nga cila anë më shumë, nga çunat apo nga gocat? Normali që nga çunat. Normali që nga çunat. Normali që nga çunat. Ka dhe goca? Po vërtet? Po. Për hajër. Nuk është që gocat janë mangët, po zakonisht çunat të detyrojnë në shumë gjëra që ti duhet bësh edhe kjo është shumë gjë e bezishme. Live from Tirana.